Zjarret në natyrë ka ndodhur shpesh në disa pjesë të botës, por çfarë janë saktësisht zjarret në natyrë dhe si fillojnë ato? Një zjarr i furishëm në natyrë mund të shkaktohet nga vetë natyra përmes faktorëve si nxehtësia e diellit, goditja nga rufeja, një valë të nxehtit ose një shpërthim vulkanik. Megjithatë, pothuajse 80% e zjarreve në natyrë shkaktohen nga veprime të pakujdesshme njerëzore, si hedhja e bishtave të cigareve të pashuara plotësisht në natyrë, ose zjarrvënia e qëllimshme që përhapet në përmasa dhe intensitet. Pasi të ndizet zjarri, errrat e forta ose karburanti si gjethet e thata dhe degëzat mund të ndihmojnë atë të përhapet, dhe nëse zjarri është duke e djegur në një shpat me pjerësi të lartë, flakët mund të përhapen edhe më shpejt. Zjarret në natyrë janë të zakonshme në mbar botën, veçanërisht në SBA, Kanada, Australi, kepin perëndimor të Afrikës së Jugut dhe në Europën jugore. Frekuenca e zjarreve në natyrë është rritur ndjeshëm që nga vitet 1980 për shkak të thatësirave të zgjatura dhe valeve të forta të nxehtit.